James Berisha është shqiptaro-amerikan i cili në një formë të veçantë ka lëbuar në vende të ndryshme të botës për pavarësinë e Kosovës. Motoja e tij gjatë fluturimit ka qenë Playing for Kosovo Independence. Për hollësi kemi në linjë të drejt për drejt korrespondentin ton nga New Yorku, Suleman Gashin. Suleman, nëse më dëgjon, përshëndetje dhe linja për ju në New York. Përshëndetje Fishnik, po, James Berisha, piloti shqiptar nga Kosova, ose Milazim Berisha, si shqinifët në Brestovs të Rahovecit, në maj të këtij viti mori një iniciativë që të fluturoj me aeroplanin personal dhe të ndalet në vendet e Amerikës Latine për të sensibilizuar publikun dhe qeveritë e këtyre vendeve për të njohur pavarësinë e Kosovës. Berisha shpreh vitit 1995 jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka planifikuar të kalojë në marshrutin e tij në 34 vende, ndërsa deri tani ka vizituar 13 prej tyre. Pilotin Berisha e takuam në New York në një vizitë disa ditësh dhe e ftuam për një bisedë të shkurtër për radio televizionin e Kosovës. Mirë se erdhe, James. Mirë se gjem. Amerika Latine, pjesa qendrore dhe jugore e saj përbëjnë boshtin më të madh të shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Deri më tash nga ky kontinent Kosovën e kanë njohur 6 vende: Costa Rica, Peru, Kolumbia, Belize, Panamaja dhe Republika Dominikane. Ju keni qenë në disa nga këto vende, James. Më thoni, nga e fundit që e kanë njohur deri tash pavarësinë e Kosovës ka qenë Republika Dominikane. Keni ndikuar ju në këtë njohje apo jo? Jo, fare nuk kam ndiku në Republikën Dominikane, se ende s'kam kaluar në atë shtet. Shtetet që i kam kaluar une kanë qenë Shteti Amerika, Meksika, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, pastaj Amerika Jugore, vjen Kolumbia, Ekuadori, Peruja dhe Chile apo Kile. Mirë, mund të thoni kush ju ka financuar edhe ju tash në këtë marshut? Natyrisht se kjo është mjaft e kushtueshme. Financa shumë pak ka pas mbështetje financiare pa marrë parasysh nga populli apo nga qeveria e janë kanë qenë personale. Shumica kanë qenë personale, kartat kreditit, kuptohet, por mos që humbëm kanë qenë edhe disa persona që kanë ndihmuar, sidomos një shoku im pilot në gjatë Feku që gjendet në Alaska, ai ka pëlqyer shumë iniciativa ime dhe ka ndihmuar shumë. Më thënë ka edhe pilot të tjerë shqiptarë që janë në Amerikë? Sa i njoh unë janë aja 7-8 pilotën tër botën që unë i njoh, shqiptar. Dhe më thënë nuk pas ka problem për të krijuar kompaninë ajrore të Kosovës në të ardhmen, sepse kuadrin e pilotëve e kemi, apo jo? I kemi disa dhe do të mundohem që të bëjmë sa më shumë pilota në të ardhmen, mbasi që disa prej neve jemi edhe instruktor, do të mundohem. James, çfarë të shtyri ty që ta ndërmarrësh këtë nismë që fillimisht ishte si një ide, pastaj ju shndrua, ju vetë keni thënë në një mision tuaj. Pse bëni këtë? Formimi i një njerit është një kohë gjata, dhe më thënë unë që shëm formua si person, sot 37 vjeçar, është një kohë gjatë. Dhe më thënë vujtjet që i kom pa, që ka pas populli im, ato më kanë fut që unë ta marrë këtë mision dhe ta përhapi fjallën e popullit tim në botën latine ku unë jetoj afër. Ju gjithashtu keni bërë edhe një libër për Kosovën, pra ky është libri Escape from Kosovo, apo Ikja nga Kosova, ku ndër motivet për shkruajnë në këtë libër është sigurisht vuajtjet që përjetoi populli shqiptar, sidomos në vitin 99, por kjo lidhet edhe me një ngjarje personale, gjatë kësaj kohe dhe në këtë luftë u vra dhe babai juaj. E vërtet, Serbia, Gjak Pjeshti, për ndryshe, ja mori jetën babait tim 47 vjeçar. Në fshatin ku kam lindur unë, 60 persona kanë humbur jetë. Fshatin afër Kryshë e Madhe mbi 200 persona. Nuk kisha dëshirë që të rri i qetë e mos ta përhapi fjalën dhe ta përhapi vujtjen që populli janë ka pasur në vitet 90-ta. Dhe arsyeja që e kam shkruar këtë libër është që ti tregoj botës se Kosova ka njerëz të mirë, se na jem njerëz evropian
dhe jem njerëz familjar, kem tradita të forta dhe është mirë që ne si individ ata prej neve që kena mundësi ta tregojmë ato në botën e jashtme. Ju natyrisht do të vazhdoni këtë marshut, siç e thash edhe në fillim, ju nga 34 vende sa keni planifikuar të vizitoni, deri tash keni qenë në 13 prej tyre, kanë mbetur edhe 21. Keni ndonjë kërkesë që ju thatë që keni kërkesë nëse munden biznismenët shqiptar ose qytetarët shqiptar që ju ndihmojnë në këtë marshut, e cila nuk është një satisfaksion personal, por megjithatë është një mision për Kosovën, sepse në aeroplanin tuaj, në barkun e tij ose në pjesën anësore të tij shkruan ju lutem njihni pavarësinë e Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër e trupit është flamuri i Kosovës. Po, edhe në anën e gjatë vërtet shkruan e njëjta gjë por në gjuhën spanjolle. Po mund t'ju ndihmoj, si mund t'ju ndihmoj qytetarët nëse duan? Është mirë kam dhe më thënë kam dëshirë që të më ndihmojnë se ka qenë një shpenzim shumë i madh. Bota latine, disa prej vendeve të botës latine nuk kam ditë se sa do të kushtojë, po ka kushtuar më shumë se që kena pas kapacitet. E vërtet është që kjo gjë është bërë për popullin tim, domethënë ajo është primarja, dhe kam dëshirë që ky mision të shkojë deri në fund. Ju kanë thënë pra disa herë disa gazeta dhe një gazetë më e madhe Meksikos, El Dario, ju ka quajtur edhe ambasadori jo zyrtar i Kosovës, a ndjeni si ambasador kur shkojnë në këto vende, a ju presin si të tillë? Jo, emri ambasador i faleminderoj Meksikën që më kanë dhënë atë emër, unë e konsideroj veten ende super pilot profesional. Domethënë ai jam unë. Këtë gjë që e bëj për popullin tim është vetëm ta përhapi çështjen e Kosovës në botën latine. Se janë shtete që nuk e din çështjen e Kosovës, pothuajse 95%, 99% e popullit latin nuk e njohin se ku gjendet Kosova apo kush është Kosova. Ju uroj që ta shpjegoni këtë edhe më mirë në marshrutin që do të vazhdoni. Faleminderit shumë për këtë bisedë James dhe uroj sukses. Çfarë të nderuar ishte kjo biseda me James Berishën, pilotin kosovar që ka filluar marsrutin e tij për njohjet pavarësisë Kosovës në Amerikën Latine. Më shumë informacion për aktivitetin e mëtejshëm të James mund të gjeni në website-in www.flyforkosovo.com, pra fluturimi për Kosovën.com. Ju pafshim në emisionet e ardhshme. Po Sulejman, faleminderit, të nderuar shikues, ishim në transmetim të drejtë për drejtë me korrespondentin